Imagjinoni ju, se me çfarë urrëtie trajtoi ky popullatën që nuk votonte si duhet për të, por nuk e fshehu ama. Fushata elektorale e tij ishte hapur, pos votuat, mua nuk do keni financime. Këtë nuk e fshehu. Çka është motiv për kryengritje të fuqishme të gjitha zonave të injoruara dhe të bojkotuara gjatë këtyre 13 viteve nga qeveria pas saj pseudo-reforme apo anti-reforme që ka kryer. Tani, ku qëndrojmë ne sot? Se këto ka ndodhur. Ne duhet të japim përgjigjen më të shkëlqyer dy çështjeve themelore. Së pari, interesave dhe shërbimeve të qytetarëve shqiptar. Së dyti, përshtatjen me të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian, mbasi siç dihet, Europa e Bashkuar është dhe Europa e rajoneve. Dhe Europa e rajoneve është pikërisht projekti me të cilin Bashkimi Evropian synon që të mos të ketë zhvillim të harmonishëm në të gjitha rajonet e hapësirës europiane. Me parimin e parë, thash, u shumëzua me 0 relievi i vendit. Vetëm një armik apo një ignorant i degraduar mund vepronte në këtë mënyrë. Shqipëria ka, për shkak të këtij relievi, 18.000 kilometra rrugë, 18.300. Është relievi që i dikton këto. Ndaj dhe ne duhet kemi 2 standarde. Standardin për Shqipërinë malore kodrinore. Duhet të rikthejmë komunat në të gjitha zonat kodrinore dhe malore ku ekzistojnë një numër i caktuar banorësh. Unë nuk mund të them aty ku s'ka banor, sa ajo është proces i gjatë ripopullimit. Por duhet rikthehen në të gjitha zonat kodrinore dhe malore në të cilat ka, sa të themin e, 1.500 ose 1.300 banor. Franca numëron 35.000 komuna. Franca nuk është vend malë, Franca është fusha ka male, por është fusha e Europës, është bujqësia europiane, është potenciali më i madh bujqësor i Europës. Dhe Franca ka komunat, ka 36.000 komuna dhe ka komuna me 1.500 banor. 1.500 banor. Ndaj dhe ne duhet të rikthejmë më shpejtësi, me përparësi në zonat kodrinore malore, shërbimet, komunat, si thirrja e fundit dhe mundësia e fundit për të mos i përjashtuar ato nga territori i Shqipërisë. Sa ato poshtrohen në zonat vdekura, në një kohë kur në vendet tjera ato përbëjnë pasuri mahnitse, pasuri prallore. Pasuri prallore. Po të shkosh këtu mbrapa Dajtit, Gjernë Martanesh është një nga masivet malore më të bukura të Shqipërisë dhe të Europës. Nuk shkon dot kush.
S'ka. Shkojnë ushtarë që bëjnë stërvitje, edhe e kanë bizën si pikën më të përshtatshme të stërvitjes, ndërkohë kur biza mund të ishte edhe një nga qendrat më të bukura turistike të kryeqytetit. Po jo, s'ka. Çfarë del jashtë unazave e destinuar të shkatërrohet, do të marrë fund kjo. 2. Duhet të përcaktohet numri banorëve për bashkit në qytetat apo qytetet satelitet qyteteve të mëdha. Dhe duhet rikthehen bashkit apo komunat, si do jetë termi. Imagjinoni ju Tirana.